Përshëndetje zonja dhe zotrin, ky është edicioni qendror këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Mbyllet rinumërimi i votave në qarkun e Tiranës, procesi nuk prodhoi asnjë ndryshim në mandate, më të humbura dolën dy forcat e mëdha politike. Deputeti i zgjedhur i Partisë Demokratike Arjan Doja dëshmon në gjyq për atentatin ndaj tij përplaset në seancë me të akuzuarin Plaren Dervishaj. Autoritetet inspektojnë plazhet publike në Himar, subjektet private janë të detyruara të respektojnë distancat me vijën bregdetare, masa edhe për mjedisin. Do të vjojmë gjërësisht me lajmet. KQZ i dha fund procesit të rinumërimit të votave për qarkun e Tiranës, proces që nuk prodhoi asgjë në ndryshimin e mandateve. Ndërkohë partitë e mëdha humbën shumë vota nga rinumërimi. Të hënën pritet të hapen kutitë e Fierit dhe të Durrësit. Ka përfunduar sot procesi i rinumërimit të votave për gjithë qarkun e Tiranës, pasi edhe se ndryshim në rezultatin final të subjekteve politike dhe as të kandidatëve. Në përfundim të numërimit, anëtarët e KAS e cilësuan procesin transparent dhe demokratik. Nuk prodhoi asnjë ndryshim dhe asnjë rezultat, siç ju do ta shihni, kutit janë në fund, procesi i tabulimit është duke mbaruar. Ai proces e keni ndjekur live dhe ka qenë korrekt dhe ka prodhuar, ka prodhuar rezultate në kohë reale me një nivel transparence të vlen të thuhet që ka qenë strapatësues, shumë i mundimshëm për ata që e kanë kryer, për stafin e KQZ-s. Ndërsa Ledio Braho qetësoi zërat për ndryrje në proces. Po të shohim qëndrimet e disa nga kandidatëve që kanë ndryshuar tashmë pas rihapjes kutive, tregon që kjo i ka shërbyer procesit. Pra nuk kemi më akuza për trafikim votash, sidomos brenda subjekteve, po as mes subjekteve. Të gjitha ato lëvizje që reflektohen dhe që shpesh herë konsiderohen si vjedhje, manipulim, trafikim votash, për mendimin tim nuk janë të tilla. Janë çështje gabim njerëzor që mund të ndodhur në proces numërimi në kazatës, apo çështje fletësh që janë shumë diskutueshme në lidhje me vlefshmërinë e tyre së kujt i takojnë. Sipas Braos, lëvizja e votave është gabim dhe jo i qëllimshëm, sepse nëse do të kishte trafikim votash, do të shkonin te kandidatët e tjerë. Referuar votave në numër, të vetme deputet që u ndan me rezultat të ngushtë ishin Olda Xhaçka dhe Blerina Gjylameti, me diferencë rreth 70 vota. Në përfundim të këtij procesi rinumërimi, jo vetëm që nuk ndryshoi asgjë në rezultatin përfundimtar, ku PS ruan 19 mandate dhe PD 13 mandate, por nuk patën mundësi të gjeneronin një tjetër rezultat as partitë e reja. Partia Mundësia me 2 mandate, PSD, Lëvizja Bashkë dhe Nisma Shqipëria bëhet me nga 1 mandat, PD ASHM i zbritën 612 vota nga rezultati 11 majt, ndërsa PS-s i zbritën vetëm 381 vota. Lëvizjes Bashkë i zbritën 57 vota, Nismës Shqipëria B dhe Partisë Mundësia i zbritën nga 44 vota secilës dhe 34 vota i hiqen PSD-s. Të vetme parti që përfitojnë vota tepër janë koalicioni Euroatlantik i Lulzim Bashës, koalicioni Djathtas për Zhvillim dhe Inkelejda Libeajt, Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare, ndërsa ditën e hënë do të vijojë procesi i rinumërimit të votave me qarkun e Fierit e më pas me Durrësin. Për afro një orë, deputeti demokrat Flamur Noka dëshmoi në prokurorinë e posaçme antikorrupsion. Ai tha se kishte folur për disa denoncime që opozita ka bërë për krime të dyshuara zgjedhore në 11 maj. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka u thirr nga SPAK. Sipas tij ajo paraqit për krimet zgjedhore të 11 majit në cilësinë e kallëzuesit. Unë isha i thirrur nga skapi për çështjen e denoncimeve që kemi bërë në fushat elektorale. Dhe task forca e cila u ngrit për të hetuar krimin elektoral na rezulton që vdiq pa u ngritur akoma. Noka qëndroi në prokurorinë e posaçme për rreth një orë. Opozita pretendon se zgjedhjet parlamentare të këtij viti janë manipuluar, ndaj ka depozituar një sër kallëzimesh në SPAK. Ndërkohë, i njëjti organ akuze po i heton pasurinë deputetit demokrat. Për Sali Berisha nuk ka asnjë dyshim se zgjedhjet e 11 majit u vodhën nga banda që sipas tij ishin në shërbim të Partisë Socialiste. Por lideri i opozitës bën bashkëfajtor në krimet elektorale dhe kreun e prokurorisë së posaçme Altin Dumanin.
Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi prokurorinë e posaçme se dështoi të luftonte krimin elektoral në procesin e 11 majit, një ditë pas deklaratës së drejtuesit të SPAK-ut Altin Dumani, se kallëzimet e partive kanë qenë të paplota e shpesh jo të sakta. Berisha nga selia e Partisë Demokratike deklaroi se SPAK-u ishte bashkëpunëtor i Partisë Socialiste në krimet zgjedhore. Farsa elektorale e Xheveshi Lakuriçi Altin Dumani tregoi se ai është ortak komplic në këtë krim të shëmtuar elektoral. Këtu para jush janë paraqitur, siç e dini ju, dokumenta të shkeljeve më të rënda ligjore në qendrën e votimit. Ku shëtemon përveç përkatësisë ti kriminale partijake Altin Troplinin për të nisur kryesisht çështje, le që ne kemi të dorëzuar aty mbi 40 çështje. Ai mbrohet sepse është mburoj e krimit më të shëmtuar elektoral dhe amnistisë. Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se udhtoi me charter drejt samitit të NATO-s, duke lajmëruar se në shtator Partia Demokratike do të kërkojë edhe një herë komision hetimor për udhëtimet e shefit qeverisë. Dhe do kërkojë dhe mbështetje ndërkombëtare për të hetuar si këto shpenzime, ashtu dhe baulet diplomatike, se kur udhëton kryeministri zakonisht udhëton me valizhin e tij, por nëse ka një seri të pafund në baulesh, atëherë aty thuhet se është transportuar, janë trafiqe ilegale, monedash, droga, apo ku ta diu, nuk mund të them se duhet hetimi. Po të dhanat i kam absolutisht shumë të qarta. Ndërsa në lidhje me procesin e 11 majit, Berisha publikoi sot të dhëna për 12 qendra votimi në Elbasan, ku pa rregullsitë përfshin flet votimi më tepër, flet votimi pa vul, flet votimi që mungojnë, element këto që sipas kryetarit të Partisë Demokratike ngren dyshime për mbushjen e kutive të votimit. Proces verbali 07. Deputeti i zgjedhur i Partisë Demokratike Arjan Doja është përplasur në gjyq me të akuzuarin për atentatin ndaj tij Plarent Dervishaj. Ish prokurori tha se ende nuk e di motivin e ngjarjes ku mbeti vrarë shoferi i tij. Ish prokurori i Durrësit i shkarkuar nga vetingu Arjan Doja dëshmoi për atentatin ku mbeti i plagosur, ndërsa viktim përfundoi Andi Maloku, shoferi i tij. Ai rrëfeu për gjykatën e posaçme se më 1 nëntor të 2019-s mbante statusin e magjistratit ndaj organizimin e atentatit e sheh të lidhur me figurën e tij si prokuror. Për këtë çështje është ekstraduar nga Dubai Plarent Dervishaj, që akuzohet si porositës i krimit, së bashku me Julian Meçen, të cilin SPAK e akuzon si një nga autorët e ngjarjes. Të tre u ballafaquan në sallën e gjyqit, ndërsa tensionet ishin të shumta. Fizikisht njoh vetëm këtë njeriu këtu, Plarent Dervishajn. Kam qenë në një takim një herë me një avokat. Unë motivin dua të di. Kam dëgjuar nga shtypi, nga shkresat që më keni nisur ju, por nuk e di pse e kanë bërë. Nuk i kam borxh askujt. Më intereson arsyeja. Edhe sot pas 6 vjetësh të dal dikush të më thotë se çfarë borxhi u kam. Unë vetëm një shqetësim kam pasur në atë kohë, deklaratat e drejtuesve të qeverisë, sepse mendoja që mund të më vinin operacionalen ose të më bënin presion me vetingun. Të vetmet lëvizje mashtruese që kam bërë në atë kohë ka qenë për të evituar operacionalen, është goditur prokurori, jo Arjan Doja. Arjan Doja ja ku është. Pyetje sa avokatit të Plarent Dervishajt, se pse dyshon që është goditur për shkak të detyrës, Arjan Doja i përgjigjet. Në momentin e atentatit ishte një makinë pas nesh, unë i kam parë në video me sy jo. Mjeti erdhi nga pas, nisën të shtënat mbrapa, pastaj doli në krahun tim dhe ka gjuajtur. Shoferi i ndjerë rriti shpejtësinë dhe ngadalsoi kohën. Në momentin e ngjarjes nuk e sheh dot kush të gjuan. Mjeti ishte imi, ishte lehtësisht i identifikueshëm. Unë kam ekzistencën e faktit, po të donin të gjuanin një nga personat e tjerë në makinë, do e kishin bërë, jo me mua. Nuk është e thënë që të kesh konflikte të gjuhesh me armë. Të shtënat kanë qenë nga 2 armë, se dallohet zhurma e ndryshme. Kanë qenë të shtëna me plumb tek, por jo breshëri. Vetëm 3 minuta kam qenë koshient, jam rëzuar në tokë pasi dola nga makina, isha pa ndjenja 6 deri 7 minuta dhe e kam parë veten në spital. Në automjet, ditën e ngjarjes, ishte edhe Aleksandër Laho, që njihet edhe si Rumish Jakut. Në fund, prokurori SPAK Adnan Xholi e pyeti kolegun e tij të dikurshëm nëse dyshon se atentati ndaj tij ka prapavi politike. Arjan Doja tha që nuk ka djenie. Ish prokurori tashmë është deputet i Partisë Demokratike, dal nga zgjedhjet e 11 majit.
Një plegosi me thik ndodhi këtë të premte në Tiranë për motive të dobta. Në pranga zhvon autori një 45 vjeçar, ndërsa i plagosuri ndodhet jashtë rrezikut për jetën. 45 vjeçari ty gjet edhe një Kalashnikov, të cilin pas krimit tentoi ta fshinte. Një konflikt mes dy personave ka përshkallëzuar deri në përdorimin e thikës në kryeqytet. Ngjarja ndodhi në rrugën e Kavajës, ku mësohet se 45 vjeçari i identifikuar si Florian Gremi plagosi me thik një 38 vjeçar pas një konflikti për motive të dobta. Autori plagosjes është arrestuar, ndërsa 38 vjeçari u dërgua në spital për të marrë ndihmë mjekësore dhe aktualisht paraqitet jashtë rrezikut për jetën. Pas ngjarjes, 45 vjeçari Florian Gremi është kthyer në banesë, ku ka marrë një armë zjarri tip Kalashnikov, të cilën e posedonte pa leje dhe së bashku me mjetin prerës i ka fshehur në rrugën Mujo Ulqinaku. Policia sekuestroi armën dhe thikën si prova materiale, ndërsa materialet procedurale u referuan prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme. Ndryshe nga vitet e kaluara, këtë sezon Himara ka më shumë plazhe publike. Disa përpjekje për zaptimin e tyre të hapësirave janë goditur nga policia. Autoritetet kërkuan që subjektet private të respektojnë distancat mes vijën bregdetare dhe të marrin masa për një mjedis të pastër. Më shumë se 50% e plazheve në Bregdetin shqiptar janë publike, kështu shpreh ministre Mirela Kumbaro gjatë një inspektimi në Bashkinë e Himarës. Pas aksioneve për lirimin e plazheve, hapësirat publike pothuajse janë dyfishuar, por nga ana tjetër, kjo duhet të vijë me kujdes të shtuar dhe më shumë përgjegjësi për mbarvajtjen e sezonit turistik nga autoritetet. Kumbaro kërkoi bashkëpunimin e policisë kufitare për respektimin e rregullave të mjeteve të turizmit detar. Pothuajse ka mbaruar gjithë procesi, gjithë afati i shpërndarjes plazheve dhe ajo që na duhet dhe që në Himar ka funksionuar është bashkëpunimi edhe me Policinë Bashkiake, edhe me Agjencinë Kombëtare të Bregdetit dhe me strukturat e Policisë së Shtetit. Por është bërë një aksion ku praktikisht disa zaptime në pjesën e Spilles edhe të Potamit janë çliruar. Ndërkohë janë të vendosura të gjitha bova, të cilat janë shumë të rëndësishme për parametrat e sigurisë, sidomos në Bregdetin jon ku thellësia është e tillë që praktikisht edhe kufiri deri ku lejohet për të notuar është më i afërt. Të gjithë administratorët e plazheve private duhet të respektojnë distancën 2.5 deri në 3 metra buzdetit si hapësirë publike. Ajo që unë dua të theksoj është të tërheq vëmendjen e administratorëve të këtyre plazheve. Nuk kanë asnjë të drejtë të ndalojnë pushuesit të ulen. Kjo rrit nga ana tjetër përgjegjësinë tonë për mirëmbajtjen, për pastrimin. Kështu që dyfishimi i forcave 24 orë midis Agjencisë Kombëtare të Bregdetit dhe Bashkisë për të siguruar 24 orë sistem të evadimit të mbetjeve është sfidë më e madhe, se plazhi publik përgjegjësia është e gjitha jona për ta mirëmbajtur. Lidhur me planin e masave të Policisë së Shtetit për sezonin turistik, ministri i Brendshëm tha: Drejtoria e Policisë Vlorë është shtuar me 95 forca policie vetëm për këtë sezon, të cilët në krahasim me sezonet e tjera do të jenë të caktuar në detyrë për gjatë gjithë 4 mujorit në drejtorinë e policisë Qarkut Vlorë. Ata do të shpërndahen sipas nevojave dhe do të kemi në çdo vijë bregdetare 2 punonjës policie të patrullës të shoqëruar me një agjent policisë. Këto do të bëjnë të mundur monitorimin e çdo plazhi dhe ardhin në ndihmë të çdo qytetari. Kryetari i Bashkisë Vangel Tavo nga ana tjetër shpreh se janë marrë të gjitha masat dhe është komunikuar me bizneset për lirimin e hapësirave si dhe menaxhimin e mbetjeve. Zjarri masiv që përfshiu një zonë me pyje në Ksamil është shuar gjatë natës duke u gëzirë e premtja. Bashkë me zjarfiksit në terren u përfshin edhe banorët e zonës si edhe forcat e policisë. Rreth orës 3:30 të mëngjesit të së premtes është bërë mundur pas shumë përpjekjesh shuarja e zjarrit në Ksamil. Për shkak të mungesës së infrastrukturës rrugore që vështirësoi ndërhyrjen me mjete zjarfikse, zjarri, i cili mori për masa të mëdha vetëm pas disa orësh, u vënë në kontroll. Në ndihmë u angazhuan banorë të zonës, shërbimi policor dhe administrata e Bashkisë Sarand. Fatmirësisht nga zjarri nuk raportohet për të lënduar, megjithatë dëmet në sipërfaqet e gjelbërta të kodrave të Ksamilit janë të konsiderueshme. Autoritetet shkuan në terren për vlerësimin e plotë të situatës dhe kanë bërë thirrje për kujdes të shtuar në kushte të temperaturave të larta.
Ndërkohë, në kuadër të përballimit të situatës së zjarreve në jug të vendit, Forca Ajrore ka intensifikuar monitorimin ajror me dron, duke garantuar vëzhgim të pandërprer ditën dhe natën mbi zonat më të rrezikuara nga flakët. Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.